Në 3 kohë, mrena 24 orë që to musliman, janë 3 kohë që musliman duhet me pas kujdes, mos me ilshu fëmin me lujt në këto kohë. Po edhe është mirë që mu afru edhe mos mu marë shumë me gjanat kota në këto 3 kohë. Edhe në festime në këto 3 kohë, runo. Çka tjoni që tjeni të ba, rujo në këto 3 kohë. Për shembull, i ndarësëm, rujo në këto 3 kohë. Janë kohë që jashtëzakonisht shumë i shfryzon shejtani. Cilat janë këto 3 kohë? Para perëndimit diellit. E para perëndimit diellit. Domethënë pak para se me praru dielli. Kjo, domethënë procesi i prarimit diellit në këtë kohë rujo. Në këtë kohë rujo është kohë e shejtanave. Domethënë është kohë që shejtanat e shfrytëzojnë shumë. Në këtë kohë rujo, në këtë kohë dhe ka ndalu Rasuli alayhis salam me lanë fëmin me lujt. Realisht bashkë në qatë kohë e lëshohen fëmija me lujt, zisa keni vrejt. Ama në këtë kohë runo, nëse moni me afron, nëse së në jamna lojen afron nga tyne, rriu gati sa të mësh në këtë kohë. Dhe më thënë, pak para se me praru dili. Mas falis e jacis, mas falis namazit jacis, deri në gjysën e natës, rujo. Në këtë kohë e ka ndalu Rasuli alayhis salam me najt me bolaft kohët. Veç në qofë se rrën e përmen Allahun, lexon për librit Allahut, falesh, e ban një vepër të mirë, në këto lejohet, ama më najt që shrim në shqiptar të pi qaj edhe me bolaf, në këtë kohë e ka ndalu Rasuli alayhis salam. Mas faljes se jacis, deri në gjysë natës, nuk është mirë më marë me gjanat kota, po thamë, runo ku dëni që tjeni, edhe në qofë se i ndarësëm, edhe në qofë se kësaj kohë rujo, që kësaj kohë rujo, rri gati vetës sa ma shumë në këtë kohë. Edhe e treta është pak para kohës drekes. Në këtë kohë e ka preferu Rasuli alayhis salam me ra me pushu, me flajt pak. Unë e di që njerëzit thonë qysh para drekes me flajt, nuk ta qëtë matematika, adim se sa qëtë matematika, se ti që është në 8, 9. E me thonë me ra para drekes, do me thonë me flajt pej 11:40 deri në 12:30, ose pej 12 deri në 12:45, doke qysh e pamonshme qysh me flajt. Mu pa quti me falë sabajen, edhe mos me flajt heqëm as sabajt, edhe me flajt në qitë kohë, adin qysh pushan trupi, të një i gatshëm për mazdite. Është kohë që Rasuli alayhis salam e ka preferu me flajt në këtë kohë runo. Runo është kohë që në qofë se nuk flan me pushu, e shfryzon shejtani shumë. Këto janë 3 kohë që shejtani, la'natullahi alayhi, i shfryzon shumë. Kështu që rujo, kujdes në këto kohë. Këto janë kohët. Runo në këto 3 kohë që i përmenëm, edhe runo në këto gjendje, kur je i gëzushëm shumë, kur je shumë i gëzushëm, jashtëzakonisht i gëzushëm, rujo se shejtani mund me ta qit një kurth. Kur je shumë i mërzitshëm, rujo se shejtani mund me qit kurth. Kur je shumë i lodhshëm, rujo se shejtani mund me qit kurth. Do me thanë, rujo në këto gjendje edhe rujo në këto kohë pe kurthave të shejtanit. E lusëm Allahun azza wa jall me na ruaj gjithmonë pe kurthave të shejtanit.